U kthym, por u kthym jo vetëm, u ktheva vetë I dyti. Derisa Alapa prezantu Musafirin, e bëjmë një përshëndetje zonjen Rabie Zymi në Prishtinë, e cila na përcjell çdo ditë. I urojmë që në shtu edhe herë sot, se dja e kumëru, po sot I urojmë edhe njerë që në shtu, urime që në shtu. Kemi Arbër Leshin këtu, Arbër. Edi, mirë në gjatë. A ti mujtë mëra, e quva, qushjeja, e qu mira. Po, gjithë. Ku je marë Arbër, më gjasë. Që s'pët shok kur. A pisha, për buhem emisionin edhe përrimun e te, nga I kofe mas në. Një dit du mi rajt, kështë kina emision, e pa kamera, a ishë bish mi thirë me pi kofe, qëtu që. I qeni Arbër? Gjë mirë. A i një kam uni? Që shoka shkon? Pa I, mas mirë në botë. Qajo më rëndësi, optimizmi është e para. Selim Shoshi, na përshëndet nga Minheni. Përshëndetje Selim, mirëmëngjes, Minheni, mirëmëngjes gjithëve. Për ndryshe për ju që nuk e dini, nuk besoj që dikush që nuk e din, Arbri është drejtuesi I përgjithshëm, për mos mi thonë drejtor, I organizatës Bonevet në Gjakob. E dim Boneveti për gjithë se çka ka kontribu për qytetin, çka ka kontribu për fëmijët, për gjeneratat. Unë për veti Enzo di që ka kry krejt aty, dias vetë ku met. Pa hin e dele është interesant. Edhe I ka met dhurat 3D printeri për ty mas. Po, I ka met dhurat 3D printeri, pisa më ka met në shtëpi. Arbër, mirë se erdhe. Mirë se gjeta ide. Unë e di që ti qosh herë, s'ka nevojë me të kërku falje, me të më falë që të qova herën. Zakonisht kur të mbi ndo që qohen vonë, ja 10 minuta arritu I kërku falje. Ja, për mu që herët e kena zakon tash. E di që edhe nuk është hera parë që e këtu me mu, edhe ambientin e kipa, e din këtu një është mirë për besoj. Unë Im ka dhina shumë rahat, përveç që to pak që më ndoken pak ma të mëdha, po s'ka lidhje në rregull. A e të mëdhin që aty? Po, e të mëdhin, në rregull. Sa shkon të mësu. Arbër, qysh është Arbri, qysh është koha, qysh është situata, çka ka ndodhur, qysh është Boneveti? Kohë interesante. Ta në herët kur të ka ndryshimet në mëdhaja, ka edhe mundësit në mëdhaja. Që kjo është njëna prej principeve mendore me që kështu që me mujtë me I përballu kreto ndryshimet në mëdhaja, në ato folë jo veç për inteligencën artificiale normalisht, në ato folë për krejt të tjera të fusha që ndryshojnë. Për shembull fusha që ku Bonevet miret kryesisht, I cili është edukimi, me përparimin e teknologjisë dhe me avancimin e krejt këtyre që po I flasim, po dhe me ndryshimet botnore politike, edhe edukimi edhe qasja kanë marrë një rëndësi esenciale. Jena ato po, sa është e rëndësishme, kjo për te Bonevetit, kjo është edhe për Arbrin me fol, sa është e rëndësishme një edukim I mirëfillt që me asiguru një të ardhme të mirë të botës. Një edukim I mirëfillt nuk është veç me qenë I mençëm, ose me ditë me zgjidh probleme, një edukim I mirë është me pas karakter dhe me dashnin një tjetrin. Pikërisht. Që ato janë mendimet kryesore për te punës, për te angazhimeve profesionale që me pas edhe me ditë kysh mi gjetë rrugën për para. Që mi përmbledh kështu. Edhe unë e di, jam shumë I sigurt që format e juja, format edukuese që janë në Bonevet në Gjakob, janë format më të mirat, më moderne që ekzistojnë, nëse nuk gaboj. E kena pas tash jona prej fillimit që nashta me nis kështu 10 vjet, 11 vjet përpara kur ka fillu, metodat e punës janë përshtat sipas metodave më të avancuara që janë për edukim, por normalisht edhe nevojat e Kosovës, se ka pas shumë njerëz me prapavit pasën në punë në edukim edhe në fushat të ndryshme që janë marrë me plan programet e Bonevet. Po. Gjithmonë e kena pas pasigurinë ajna tu dit na që kjo rrugë është rruga drejt. Se është mendoj që është normale se cili me pyet veten ko pas kohë rruga që po ndjek është rruga për një më drejta që e kanë. Po. E kena shku në vendet ku ka zhvillim të edukimit, ku ka financim të mirëfillt të edukimit, edhe kena që jena çatë. Çka do më thonë kjo çatë? Do më thonë që kryesorja nuk është me mësu fëmijës me lexu, me ngje, me mësu formula për manç, me mësu vjesha për manç, me rrit memorien. Kryesorja është me nis prej fëmijëve 3 gjëra kryesore. E para është me au ushqy fëmijës kreativitetin, e dyta është me a stimulu fëmijës kuriozitetin, edhe e treta është me shtime me në formë kritike. Që e mira atë mirës është që fëmija I ka këto, çdo fëmijë I ka të lindëna për shkak që janë dhurat që I bartë në vete. Se cili për nesh I kena pas. Çka po ndodh me to është që nuk po e shem, nuk po I stimulojmë, nuk po I shtyjmë përpara dhe mas ne po ka problem. Më bëna vetë që to 3 aftësi kryesore.
Boneveti nuk e ka për teknologji edhe për inxhinieri, i bë gjithçysh inxhiniera, doktora. Qëllimi jonë është çka do që të bëhen në të mendojnë edhe kur një person o kritik, kur din me mendu dhe o kreativ, ai komunikon edhe mirë as shoqënisë. Normal. Po është fatkeqësia e vendit tonë që në kurrikulat arsimore të shkollave, të gjitha shkollave, pikërisht çdo të trija nuk vlerësohen. Pikërisht kur fëmia i ka çdo të trija, ndëshkohet. Tash, nëse dojmë nisë këtë temë, kena temë të gati dhe mesin deri nesër, ta marrim emision plot. Po është e vërtet, për shkak që na mësu me najt me një model rahatis, po që kështu. Najna si Arbër, si Bonevet, normalisht edhe në Gjakove dhe në vende tjera, arsimi informal jena për me ndihmu dhe me i komplementu. Po duhet me ditë që edhe mu vetë kritiku edhe me kritiku një tjetrin, se pa ditë ku jena nuk muj me shku për para. Modelet e edukimit statike, fatkeqësisht nuk janë veç e met e sistemit, po janë edhe met e shoqënisë totale. Nuk janë veç e sistemit arsimor. Edhe shoqënia pëdën me pas fëmijën e vet, familja pëdën me pas fëmijën e vet, cili mëson përmendshme memorje. Po. E tash duhet me ndrru komplet pak një mënyrë qasjes, me kuptu që me majt mend përmendsh, ose me pas nota të krejt peshë, nuk ja determinon suksesin në kurnat moderne. Që për shembull unë i kom pas krejt peshë në shkollë edhe nuk kom ide shka kom mësu fizik ose kimi. Ide nuk kom, një detyrë klasës 5 nuk muj me ta zgjidh. Shka më bëta? Që do të kryeministri i Kosovës, qa të bëjmë tash? E kemi mojnë manë se cili për nesh, kofse e mojnë manë, sendet kryesore që ti i ki si eksperiencë tash për momentin për i shkollës, jenë eksperimentet. Kur na kanë qu, shembullun e mojnë manë, kur na kanë qu në Radoniq, me zoni peshk, mundësisht, ose një bretkoc, edhe me mujt me abohat ekzaminimin me hap edhe me i pa organet mrena dhe qysh funksionon me klasën dhe me studiu. Ose mojnë manë atë eksperimentet që na kanë shti me gjujt puplen edhe killshën, litrën e ujit, ose varsisht cila përbjen ma shpejt, që kjo është shka mojmë manda, eksperimentet. Ose ballon pali dhe kona ajo bati, po diqysh krejt detyrat ja mojnë manda. Bazat e arsimit teknik, na shtishin mi maru do sharra, do peshore, do poqe, apëshen është kreativitet. Mësimi ku ti e angazhum, ku ti nihesh, pavarësisht e një vjeç, realisht karakteri pishojmë si pas studimeve shkencore që fëmia formon një bazë karakteri 6 muaj, pastaj shkon të ndërtu dhe në 6 vjeç, kështu që i takon realisht familjes së shoqënisë me ja formu këto kryesorët sjelljet edhe qasjen e tij ndaj jetës saj. Po na kur të përfshihemi si qenie njerëzore, spori duhet me kuptu që na kena qef me lujt, edhe kena qef mu përfshi, mundi të rëndësishëm. Qëto kanë edhe fëmijët edhe të rit. Nëse ata përfshihen në mësim, edhe e dinë që kanë mi bo vetë, për që ato ka emnin bëne vetë realisht edhe arsyeja kryesore e emrit qendrës, edhe të institucionit, është që nëse unë përfshina, nëse unë kam i prek me dorë teme, nëse unë kam i ndërtu, nuk ka rëndësi që shëndërtoj. Pikërisht. Që atëherë unë kam e mësu, atëherë unë kam e mbajtë. Lem ta bëj vetë, lem ta bëj. Bone vetë. Nu për kola nga Zvicra për thot mirë mëngjesi, edhe mirë mëngjesi nga Bosnia Hercegovina për na thot Mërgimi, ju lumë për misionin, me të vërtetin i ka bëni një punë me vëllushme, dëshëroj një ditë barë. Përshëndetje Bosnia edhe përshëndetje Zvicra, do më thonë jemi në komplet diasporën shqiptare. Jemi në Francë, në Belgjik, Suedi, Danimark, Norvegji, gjithë ka që më na dëgjojnë. Arbër, e dim që Bonevet ka pas shumë zbulime, shumë çpikje. Kerri me rrym, gjana të panumërta. Po që tash ajni në fazën e përgatitjes diçka ma trena i sanë. Me na befasu krejt, me na qitë për to. Kur o marru kjerë elektrik edhe realisht vonë, ku pëthon vonë para 2-3 vjetë, në zonësat që kanë marru të parën në 2017 ishin një qasje e re ndaj ndërtimit baterisë kjerit, realisht ka qenë qasje e re që nuk është përdor ma herët. E kemi marrë vesh mas 5-6 vjetë që qasje jonë ka qenë qasje revolucionare në sistemin në mbushjes baterive të makinave në 2017 ishin. Edhe ata kanë ndërtu mentorat bashkë me zonësat. Vitin e kaluar me kanë marru një 3 rrotsh elektrik, po duhet me kuptu normal, qëllimi i projekteve nuk është me bo zbulim edhe me bo një biznes të madh. Ajo është, pse vjen normale. Normalisht. Qëllimi është me mujt mi thyq të barrierat e mendjes, prap, se nëse ata bojnë një 3 rrotsh elektrik, ata që i kanë marru makinën elektrike, sa për me cek, secili prej tyre ose është tu kriju biznes vetin, e ka bo,
janë suksesshëm, ata që nuk po përmendim me emra secilin, okay. Ose janë të punu në puna shumë të mira, ose janë të studiu në institucione me renome ku ata janë vlerësuar shumë, mbrana dhe jashtë vendit. Kështu që kjo e nimon më kon individ mirë. Çtashin ato punojnë dy sene. E para normalisht është inteligjenca artificiale. Po janë ato tentu mi përdorë inteligjencën artificiale me zgjidh probleme. Sfundmi kena pas Halil Radogoshin, i cili është ekspert tematik i inteligjencës artificiale në Suedi. Edhe është person që e don Gjakovën edhe don komunitetin shumë. Lili. Po. Lili është i jashtëzakonshëm në fushën punën që e bën, po edhe qasjen e ka alla bën e vet, se Suedia njihet për qasjen në praktike, në edukim po dhe në teknologji. Bashkë me ta dhe bashkë me shumë njerëz tjerë që kena taku sfundmi në Gjakovë, ato dashur me bën një qasje ku na i ndihmojmë gjithëve që përmes AI-s me zgjidh probleme editore që me lehtësu barrën tonë. Që kjo është e fundit. Nxënësit janë të punu bashkërisht edhe në iniciativën e tënë në shumë projekte prej të voglave deri të mëdha. Dikush është të marrë një dron. S'po ndaj pse qysh tek. Të kanë me prezantuar mas e muj. Okay. Disa janë të marrë disa robota të vogël. Një grup është të marrë në ndecë. Veç kaq mund na më thonë, po nuk mund na më tregu çish e tek atë. S'ka mas nëjë. Ani mirë, unë as masinë sa. Mu po më gëzon shumë ky fakt që janë ta njerëzit që kanë mundësinë dhe kanë hapësirën komunë me e shpreh krejt këtë kreativitet që kanë, krejt këtë energji të mbrëmshme që e kanë. Kështu që nuk po di, unë po kënaqna, beson po kënaqna, po diçka po xhelozoj që unë kur kam qenë moshë të vogël, moshë 3 s'ka pas bënë. A gjëna? Arsyeja kryesore e jamja personale pse im him as parin bën vet para 9 vjetë dhe jetë kon ç'kjo. Arsyeja kryesore pse em haloç aty ç'kjo. Po. Xhelozojmë. Ja, çish me shumë më kthyn fëmijën në mësuën edhe pas edhe unë. Pse mos mi pas edhe unë, po. Kjo është pasojë e hekjeve shumë vjeçare që kena pas si popull, shtypjeve, okupatorëve të ndryshëm që nuk na kanë lënë se njerëz mendojnë që lufta ka qenë vetëm 1 vjet, 2 vjet, jo lufta ka qenë 100 vjet, luftë intelektuale, luftë për gjithçka. Arbër, do më thonë 11 vjet u bon e vetit. 11 vjet u bon e vetit, fatmirësisht, përveç rolit tam që kom gjatun të tregova, ma tjetër për është personali, jo veç për mu, po edhe për krejt ekipin që mase përmendën për du mi falenderu shumë, se bojnë i punë të jashtëzakonshme për te orareve të punës, për te dakordimeve kontraktuale, veç me qu për para që dashni që i kena ndaj fëmijëve dhe të rive. Se kur ti në bën e vetë, kur të rinja 1 vjet, 2 mas në bosh emocional ndaj saj. Këto kena në dhurat normalisht për zotrigjia mas pare, i cili ka pas vullnetin e mirë, të jashtëzakonshëm që me ka rritën atë ti një pjesë me lonë si kontribut pastaj. Kjo është shembull që na mundohemi çdo ditë me fol, me tregu sa është e mirë, tash në termin tekniko-filantropia, po dashamirësia, në fundit solidariteti. Një person i cili bën shumë edhe ka fatin me arrit me pas pasuri e të arritura, është gjithmonë solidar edhe dashamire me nda ato me bashkë shoqërinë e tij, që me ja po herën krejt zbashku jo veç 1% të caktune e popullatës. Këto kena me qujtë dhurat prej atij, zotrigjia, 2-3 vjet e fundit zotrigjia normalisht është tërhek. Tash bën e veti po ecën kom të veta. Po. Mbetet prap një institucion jo profitabil, i cili çka do që ka me shkrim rapa në shoqëni. Programet tona janë programe të cilat i kanë eksperiencën, po njëkohësisht e kanë edhe inovacionin brenda ato. I fundit që kam ja nis tash shpejt edhe mas e përmenda diasporën, është kampi veror për fëmijë, për moshat 5 deri 11 vjeç. Kampi veror nuk është veç më ardhë me lujtë edhe me pas aventura, edhe pse loja është faktor kryesor i secilit për të në për diasporën, spari është me mësu fëmijët në jetën Gjakovës. Është kampi veror i diasporës, a? Është kampi veror ku fëmijët e diasporës edhe fëmijët e Gjakovës, Kosovës janë së bashku. Po. E kena pa ma herët që kur do që fëmijët e diasporës kanë ardhur në Kosovë, në Gjakovë dhe kanë kriju shoqëni, ata kanë kërku prap më ardhë pastaj herave tjera për shkak shoqërisë, për kacin, lidhje, këto që i kanë. Tjetra është që për fëmijët e Kosovës, kur kanë ndajt me fëmijët diasporës, prej momentit pare kanë shiju ta marrë një qasje tjetër edhe kanë nisë me kriju shoqënina që kanë thy kufit e lokacionit edhe barierat. Kanë nisë me fol bashkën shqip, kanë nisë me fol bashkën anglisht, kanë nisë me fol bashkën gjermanisht e tjera.
Po sidomos me kriju grupe ndryshme në telefona, po bashkëpunimi, me fol prap me vazhdu me fol, me prit njëri tjetrin kur të vjen vera, me ardh prap. Sakt. Këto janë emocionet jetësore që kampi veror tenton me i pas, që me i lidh shoqni jetësore pastaj që këta me ditë që me bo punë për të mirën e një tjetrit. Po, cilat janë koha kur ka me ndodh? Ja nis për 30 qershorit. Në java e parë i bjen e korrikut, vazhdon deri me 15 gusht, janë 7 javë komplet, kushdo informata tjera mundet me bisedë. A janë grupe të caktuara prej ditëve në ditë apo çdo ditë në javë? Çdo javë, për çdo javë ka një tematikë të veçantë. Për shembull, java e parë ka një tematikë të veçantë, 5 ditë javës vinë mëngjes deri në drek. 2-3 nëse zgaboj saktore. Po. Pastaj gjatë ditës ata kanë në hapësinë aktivitete, po kanë sidomos aktivitete në natyrë dhe në atraksione të ndryshme natyrore. Vitin e kaluar për shembull njërin prej ditëve fëmijët kanë shkuar me mësu me kaliru. Të cili prej tyre? Unë ti nuk kena mësu me kaliru kur na kod veçel. Unë kam mësu vetë masaj personale, po më mësu në kush më myp kali jo. Ideja nuk është mësu me kaliru, prap ideja është më njoftu me kalin. Mos më tut me provu eksperienca të reja. Edhe më njoftu me kalin. Edhe më njoftu me kalin, pak mi vet kalin. Unë kom pas takun janë i kali këtë ma gërë, kon. Arber, po më intereson, a është numri i sakt përshëndetje për na thotë deti jeni më të mirë, muzafir shumë i qelluar, ju përshëndes Shqipja, kaloni bukur. Përshëndetje Shqipja. Përshëndetje Shqipja. Është numri limituar i pjesëmarrësve? Numret normalisht limituar janë për shkak të planifikimeve që veç i kena bo, di që shumë prej diasporës që kanë qenë ma herët pjesë e banevet veç i kanë bo rezervimin e vendeve tëne. Një prej arsyeja pse përmenda ekipin shumë është pavarësisht i inflacionit të jashtëzakonshëm që se baneveti është një organizatë që vetë përmbahet prej fondeve që i merr. Një kërkesë specifike e ekipit që mirret me kampo është mos me ndryshu çmimet e kampeve të cilat kanë pa ndryshuar prej 2014. Shumë bukur. Që kjo është një sakrificë edhe arsye. Paska një vend ku nuk rriten çmimet, kështu që paska. Çajo kon është meritë e tyre, jo e jamja. Mirë, shumë. Ajo ka një sistem i jashtëzakonshëm që kanë pas veç me leju që çdo fëmijë i mundshëm me pas mundësi me u qas. Normalisht ata që nuk kanë mundësi, për neve politik e jashtëzakonshme që na ka marrë gjallë edhe gjatë pandemisë, po edhe pas largimit të zotëregjia ka qenë me qenë kujdesshëm financiarisht. Do mendoj që një prej mesazheve që kisha dashur sot me dërgu, jo vetëm te organizatat, po edhe te bizneset e reja dhe te krejt, sa është e rëndësishme me qenë të kujdesshëm, edhe me qenë të përgjithshëm ndaj anës financiare për shkak që ata bën suksesin ose normalisht ose ajo të dështimin, sakt. Kjo ka qenë brenga jon kryesore gjithmonë që qysh me apo qarën që mes me qenë bar për prindërit ose për të rit, po njëkohësisht me qenë me pas një Bonevet në Gjakovë. E kena Boneveti ka nisë në Gjakovë dhe është përhap në krejt Kosovën. Do të thonë Gjakovë është qendra më e para. Që tu është zemra dhe më e madhja. Edhe më e madhe. Kështu që kjo është një arsye pse na ata që nuk kanë financa të mira, apo do më bëhen ashtu edhe një thirrje, ata që shohin që nuk mundin të përballu edhe çat çmim që është, lutem në të paraqiten, na tregojnë, na kena më bën mundësisht më të mirën tonë që me aloku dhe me pas mundësi për krejt. Barabartësia është një prej aspekteve kryesorë nëse dojmë pas një shoqëni të shëndosh në fundit. Pikërisht. Arbra, ka me pas edhe gjatë kampit edhe fjetje në inat me shatora me kështu apo çdo ditë? ND3. ND3 janë moshat që zakonisht preferohet me pas në kushtet tona, ndoshta kjo është një plan për të ardhmen, me pas si ato scouting camps që i kanë jashtë ku mbledhin fëmijët edhe 9-10 vjeçar me shku aty dhe me përjetu jetën në natyrë. Na duhet me pas shumë kushte tjera që me kriju ato, nuk varet veç prej nesh, po ideja është e jashtëzakonshme, një prej ondrave tona që me pas, jo përveç për të rit 15+, që është një zakon edhe bëhet, po edhe për fëmijët me përjetu natyrën në një moshë të re, që me kuptu realisht thelbin e jetës edhe jo veç qasin ndaj teknologjisë dhe digitalizimit. Nëjna fansa, po njëkohësisht edhe skeptika. Normalisht, sepse mandej rriten edhe nevojat e kërkesat e infrastrukturës, ambientit, njerëzve, sigurisë dhe gjonave të tjera. Arber, a jemi na pak të rrezikun prej AI, për inteligjencën artificiale, AI? A di çka ke njëri prej sameve që e pata mohabet javën e kaluar për AI bash. AI kur ta kthyerim tash nëse marrim ChatGPT si shembullin kryesor që e njohim tonë, që e kena përdorur paktën një herë. Po. Logjikon mbas gjuhës. Po. Domethënë fjalëve. Ti nëse din me ja shkruaj fjalët e duhuna, ChatGPT-ja din me të befasu në forma të jashtëzakonshme.
Ta shka do më thonë kjo, ata që i kuptojnë fjallët, ata kanë fuqi më të madhe ndaj inteligjencës artificiale. Nëse ti nuk din me jap një komandë, nëse ti nuk e kupton fjalën, nuk vjen kurrë. Na shta po duket shumë e zakonshme, po na nuk kena e jashtëzakonshme në fakt, po na nuk kena kuptim hala shumë mirë fjalën për shkak të mungesës leximit, normalisht. Po. Kur ti lexon, kur ti din me bisedu, ti ke me ditë edhe me shkruaj AI-s. Ku po do më dal? AI-a ka më na shty neve me qenë ma kompetent, që me pas aftësi shumë ma thelbësore të ndërtuar në formë të mirë, të shnosh. AI-a ka më zaventsu ata që janë sipërfaqësorë. Ata që realisht kanë qenë më tepër barë se sa benefit për shoqërinë. Për çata është shumë e rëndësishme, çka është një thirrje AI-s është nisja lexo, nisja mëso, nisja zhvillo mendjen, zhvillimin e zgjidhjes problemeve, nisja puno me mendjen tonë sikur të shkon pasuria më e madhe që i ki pasur. Edhe është. Pasuria më e madhe në njerit është mendja. Domethënë nuk ka pasuri më të madhe, nuk ekziston. Po ideja është që edhe ChatGPT, edhe AI, që kjo inteligjenca AI-a, që kjo është e varrën për neve. Ajo është më e varrën për neve se sa ne për asaj. Pse? Deri që tash. Pse po them këto? Sepse na jemi tu e mush ato me informacione. Sakt. Na jemi tu i tregu në çdo aspekt. Ka raste kur ai gabon, edhe ti thua i sigurt sepse kështu. Edhe ai masë merr mbledh informacione nga të shkruarat e njerëzimit, nga të arritunat e njerëzimit. Shumë e vërtet. Ndëgjova një pëndoj shkurt, ndëgjova një intervistë, është Mo Gadat, shefi Google X-it. Google X-i është krejt që ka bon Google të mirë, i qëtë Google X-i mas pari. Po. Më thonë shefi inovacionit. Personi jashtëzakonshëm. Tha, du të me qenë shumë të kujdesshëm shka publikojmë në rrjetet sociale dhe në mediumet tona online. Po një kosisht du të me kuptu çfarë fuqie në epë që ajo. Tha, inteligjenca artificiale dhe krejt maqinat kompjuterike marrin informacion prej nesh. Nëse unë kam e shkru diçka e cila kam e qenë, nëse na së bashku interneti kam e zbulu, AI-a kam e jap informacion vetvetes që njerëz nuk po duhen me vetë. Po. Njerëz po dojnë veç me popare. Njerëz po dojnë veç me ajo mandej që ato ta jep. Ajo ma thën kujton që ajo është normaliteti i njerëzimit. Ose fake newsat, nëse gufojnë fake newsat, AI-a ka me t'jap fake news ty përjetësisht. Kështu që duhet të pas kujdes shumë, edhe une për një manë mi shumë mirë që përmende, ata që kanë diçka të mirë për mendo, që tregojnë njerëzimin si njerëzim, se tash AI-a nuk është njerëzim, edhe ka me qenë shpejti pavarur për mendim edhe për logjik të përgjithshme që po shkojnë senet. Po. Duhet me pas kujdes me çka jena ushqejmë. Ushqejmë mirë, ka me qenë shumë i mirë për neve. Ushqejmë keq, mundet me qenë fund bote për ne. Pikërisht. Kështu që mos se merrni si rrezik kërkushesh. Një pyetje për mësafirin Antigona nga Gjermania. Çfarë moshe janë të parapame të marrin pjesë në aktivitete dhe ku mund t'i bëjmë rezervimet? Faleminderit. Rrjetet tona sociale na shkruani Bonavet Gjakova në Facebook, Antigon, në Instagram, cilën do për këto në Viber, WhatsApp, mas ne mundi mi marr numrat nëse i gjeni në faqet rrjeteve sociale dhe na shkruani. Aty janë, figurojnë numrat. Krejt janë numrat, krejt janë informatat, përgjigjet i merrni mbrana ditës edhe mundi me bisedu për çka do. Është viti 11 që në ato bo kampin veror qyshe përmandëm që me mos pedal për i temes. Po. Ka me pas, veç për moshat 5 dhe 11 vjeç, ka me pas edhe kampe për moshat rinore për 12 dhe 18. Edhe informacione tjera, masi kur do që ka, lirisht mundi me na kontaktu dhe mundi me ndasë të cilën për i tëne me juve. Besoj që gjithë diaspora që jeni këtu me neve, duheni me pas interes, për shkak që ju socializohen fëmijët e ju bën fëmijët me shoqni pak më të madhe. Arber, unë të falenderoj shumë që ke. Shkoj koha. Na kemi me fol të më nalon të ditën, ose let na nalin nga merët. Na përbojmë ma vetë të zetë. Faleminderit shumë, Arber. Faleminderit shumë, Edi, knasi. Edhe të rojë shumë suksese, sikur se dhe me tash e keni pas sukseset kulminante. Ti e din që unë jam i hapun edhe jam për juve gjithmonë. Jo vetëm mediatikisht, po edhe personalisht, individualisht. Kur do që keni nevojë nuk ka më pas asnjëherë problem. A pishe që kjo pasunia e një tjetër. Pra, çfarë sta jep? AI-a. Jo ta jep AI-a. Nuk ta jep.